Një ditë zie dhe dhimbje për familjen Kelmendi në Pavlan të Pejës, ku ju dha lamtumira e fundit 15 vjeçarit Eldion Kelmendi, vëllait të këngëtarit të njohur Gjesti. Mes lotëve dhe dhembjes, një nga momentet më të komentuara të ceremonisë ishte prania e këngëtarit të dashur për publikun, Louis Ailey, fituesi i Big Brother VIP, udhëtoi drejt Pejës për të qenë pranë familjes së Gjestit në këtë ditë të rëndë. Ai u pa duke i shprehur ngushëllimet personalisht babait të Gjestit, ku me një përqafim të ngrohtë dhe fjalë mbështetëse i tha: "Bëhu i fortë." Ky moment i ndjer është fiksuar nga kamerat dhe është shpërndar gjerësisht në rrjetet sociale. Duke marrë mira komente prekse nga fansat dhe ndjekësit, burime pranë familjes kanë treguar se Louis Ailey ka qëndruar për disa kohë në ceremoninë martore, duke treguar respekt dhe solidaritet të sinqert në një kohë kur fjalët janë të pakta për të lehtësuar dhimbjen. Ky gjest i Louisit është cilësuar si një mesazh i madh njerëzor dhe mbështetje për Gjestin, i cili këto ditë po kalon periudhën më të vështirë të jetës së tij. Sipas raportimeve nga mediat kosovare, adoleshenti ishte duke udhëtuar me biçikletë në fshatin Pavlan të Pejës, kur u përplas nga një automjet. Për fat të keq, lëndimet e marra ishin shumë të rënda dhe pavarësisht përpjekjeve, ai nuk arriti t'i mbijetonte. Lajmi ka tronditur jo vetëm familjen Kelmendi, por edhe komunitetin lokal, ku Eldioni njihej si një djalë i dashur, i qetë dhe shumë i afërt me të gjithë. Varrimi i Eldionit u mbajt më 27 shtator në Pavlan, ku morën pjesë familjarë, të afërm dhe miq të shumë. Një moment prekës u bë kur Louis Ailey u shfaq në ceremoninë martore dhe ngushëlloi personalisht babain e Gjestit, duke i dhënë një përqafim dhe duke i përshpëritur fjalët: "Bëhu i fortë." Ky gjest i thjesht, por me shumë peshë emocionale, është cilësuar si një shfaqje e rrallë solidariteti dhe respekti.